Mirë po pas qeverisjes 5 vjeçare të lëvizjes vetëvendosje, shqiptarët nuk do të bëjnë gabim që t'i dhonë dikujt kaq fuqi politike e që në fund të jo konvertohet në vështërsi financiare apo rritje të kostos së standardit të jetesës. Ajo që ka na pret në zgjedhjet e ardhshme, na pret që qytetarët e Republikës së Kosovës do ta reduktojnë lëvizjen vetëvendosje spaku me numrat që kanë reduktuar në zgjedhjet paraprake, për arsye se qytetarët e Republikës së Kosovës janë qytetarë shembull në rajon. Kanë ditë të bëjnë ndryshime, nganjëherë kanë gabu edhe me preferenca, mirë po në vazhdimsi i kanë korrigjuar ato duke i dhënë me kuptu që Republika e Kosovës o shteti qytetarëve të saj dhe nuk është bastion dhe nuk është as bazë elektorale, as votues të verbër qoftë cili do lider politik përfshirë dhe qeverisin aktuale. Pra, ju besoni që nuk do të ketë më në rezultat 2021-s edhe a besoni që do të ketë ndryshim themi të numrave të përqindjes të partive politike? Qysh e kush do të humbë, kush do të fitoj me 28 dhjetor? Në rast se e shohim edhe zgjedhjet komunale, edhe rirreshtimin e forcave dhe ngarendjen që ata të ristrukturohen dhe të prezentojnë platformë qartë për zgjedhjet parlamentare, ne mund të vim një konkludim të parafort që lëvizja vetëvendosje duket që nuk ka mbri ta përcjell në terren atë çfarë ka dashur nga qendra për shumë arsye, por arsyeja kryesore është shporta e qytetarit të Republikës së Kosovës, se dikush mund të thotë po qeveria e Kosovës ka bë shumë ndërhyrje duke mbështet kategori të caktuara, por në rast se ti flet pastaj për fuqinë blerëse të asaj mbështetje, del që mbështetja financiare që ka dhënë qeveria e Republikës së Kosovës është mbështetje financiare sa për të paguar faturat e energjisë elektrike që janë rritur për operatorët ekonomik që merren me shitblerje të energjisë elektrike, apo si që preferojnë sot ta quajnë mafinë energjetike. Thjesht qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do t'ia falin lëvizjes vetëvendosje bllokadën institucionale që e kanë bërë për 9 muaj, për arsye se ata janë të vetëdijshëm, sepse siç thot populli, ai që ka më shumë fuqi dhe më shumë mundësi, ai ka më shumë përgjegjësi dhe më shumë fajësi, dhe kjo besoj që do t'i atribuohet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pra ju mendoni pra se të kthehemi pak e gjitha kjo ndodhi pas një bllokade më shumë se 9 muajshe. Kush ke fajin? E thatë pak shumë që është vetëvendosja si partia fituese. Po a do të ndahet, të shpërndahet ky faj? Po në rast se duhet ose më mirë të themi ta plotësoj pyetjen. A ranë parti tjera në Grackën e Kurtit që të vim në një situatë të tillë ku zgjedhjet mohen 2-3 ditë para vitit të ri? Po mendoj që nuk kanë rrahur partit në Grackë, ka qenë preferenca e Albin Kurtit dhe shpallja e vendimit mbi atë preferencë nga presidenti Osmani, e cila do të duhej që vendimin për shpalljen e zgjedhjeve ta merrte karshi shumë kërkesa që kanë subjektet politike, ta analizonte dhe të mos kishte datë preferencën e një partie politike. Mirë po, për te kësaj, mendoj që lëvizja vetëvendosje ka dështu dhe ka mashtru mbi premtimin që i kanë numrat dhe do ta bëjnë qeverinë, për arsye se nuk kemi asnjë vend në Evropë dhe as në rajon ku qeveria apo partia fituese i fiton 42% dhe nuk mbrin ta krijoj qeverinë të bëj numrat për shumicën parlamentare. Kjo si rezultat i fjalorit që ata kanë përdorur i prishjes së koalicioneve dhe aleancave që kanë pasur me subjektet politike. Dhe në rast se krejt kësaj ja faturon edhe dëmet që janë shkaktuar Kosovës gjatë kësaj periudhe, to janë të pa rikuperueshme për arsye se lëvizja vetëvendosje nuk e ka bë asnjë përpjekje të vetme që të harmonizoj qëndrim
me një subjekt caktuar politik, për arsye se ti nuk mund t'i dërgosh ofertë për bashkëqeverisje në mëngjes dhe në mbrëmje ta quash jeni në sinkron me listën serbo, apo t'ja thosh të njëjtën në mbrëmje, pastaj ti dërgosh ftesë në mëngjes. Dhe sikur lëvizja vetëvendosje të kishte shqetësim minimal për buxhetin e Republikës së Kosovës, për planin e rritjes, për të kriju një qeveri për këtë periudhë që të mos t'i ekspozoheshim dy palë zgjedhjeve, praktikisht ka qenë mundur të bëhet, mirë po lëvizja vetëvendosje ka vendosur t'i mbajë institucionet pang, duke i shantazhuar partitë politike që o do e bëni dhe do votoni qeverinë dhe buxhetin dhe kërkesat të tjera siç themon, ose unë do t'ju dërgoj në zgjedhje në fund të vitit kur vinë diaspora, e kjo ishte edhe blerja me Glauk Konjufcën, për arsye se sikur të kishim një stad tjetër, do të kishim një tendencë të Glauk Konjufcës të bashkëbisedonte me opozitën, të rriste numrin ose të vogëlonte numrin e ministrave, të bënte tjetër renditje të kabinetit, thjesht kjo ka qenë një tendencë për të bleku, duke shpresu që kur të vinë mërgata do të ndryshojnë rezultatin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Megjithatë, a krijoi zotësia Faj vetëvendosja dhe Kurti alibi që para dal parashikotarët thotë mi jepni 51% sepse unë me ta nuk mund të bashkëpunoj, qeverisë që më kanë bloku, nuk kanë ardhur me qeverisë me mua, nuk kanë dashur, unë ju kam ofruar alternativa. Njëherë Kurti, pastaj Konjufca, njëherë Albulena, pastaj edhe shumë tjerë, por nuk e votonin. A mund të jetë kjo alibi që do të përdoret në fushat? Padyshim që lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti do të provoj me fjalorin e tij populist që ta përdor këtë si avangard për të mbulu dështimet dhe shtrejtimin e kostos së jetës së qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mirë po, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve përballen me vështirësi financiare. Dhe qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë pa për këto vite që ne kemi ngjetë si në arsim. E kanë pa që në shëndetësi nuk është bërë asnjë progres. Mungon shumë çka nga lista esenciale bornav. E kanë pa që nuk është zhvillu asnjë projekt. E kanë pa që edhe mbështetja që ka ardhur nga Ministria e Bujqësisë që mundohen ta proklamojnë për fermerët ku tregun e Kosovës e vërshojnë farëra dhe ple artificial i kategorisë zhglë që dëmtohen fermerët për te asaj që ata mund të mbështeten. Dhe kur i merr krejt këto, në cilin do sektor që t'jeshe që ka pas një grim progres, është jashtëzakonisht i vogël sa për të mos u vrejtur përjashto sektorin e sigurisë ku kanë performuar në stadin që kanë qenë me qeverit paraprake, e që aty ka progres dhe që mund të duket i prekshëm. Mirë, por Republika e Kosovës i ka 16